Egli acarohet keq me gjestin dhe nuk mund ta përmbajë më nervozizmin e saj. Ajo i afrohet me një shikim plot mbledh dhe i thot me ton të ashpër, ti je mashtrues. Më ke përdorur për lojë, më ke shfrytëzuar për të përfituar dhe tani po bën sikur je djali i mirë, sikur s'ke bër asgjë. Por unë e di shumë mirë kush je ti në të vërtetë. Gjesti e shikon me një buzëqeshje të lehtë, si për ta provokuar edhe më shumë. Egli, po çfarë po thua? Unë nuk të kam shfrytëzuar, mos e egzagjero kaq shumë, i përgjigjet ai me ironi, duke bërë një hap mbrapa, por Egli nuk ka ndërmend të ndalet. Mos më thuaj mua të mos e egzagjeroj. Ti e di shumë mirë që më afroheshe vetëm kur të duhej, vetëm kur doje të bëje lojën tënde. E gjithë kjo ishte një strategji për ty, apo jo? A mendove ndonjëherë se si ndihesha unë? Gjesti, duke parë që situata po tensionohet, kalon dorën në flok dhe mundohet të ruajë qetësinë. Unë nuk të detyrova të bësh asgjë, Egli. Ti ishe aty me dëshirën tënde. Nuk më fajso dot për gjithçka, i thot ai, por në zërin e tij ndihet një dozë e vogël pasigurie. Egli qesh me ironi dhe tund kokën. Ah, sa i pa skrupull që je. Edhe tani, edhe pas gjithë asaj që ke bërë, prap nuk pranon asgjë. Prap e kthen fajin nga unë? Ti je njeriu më i rrem këtu brenda dhe e di çfarë? Nuk dua të kem më asnjë lidhje me ty. Më rri larg. Banorët e tjerë fillojnë të vështrojnë nga ata, duke ndjerë tensionin në ajër. Gjesti buzëqesh lehtë, por shihet që nuk po i pëlqen fare kjo situatë. Ai nuk thot asgjë për disa sekonda, pastaj i afrohet pak Eglit dhe i thot me zë të ulët, në fund të fundit, Egli. Ti ishe ajo që më lejonte të luaja lojën time. Kjo e bën Eglin të shpërthej edhe më shumë. Ti je i pabes. Po tallesh me mua. Haram çdo moment që kam kaluar me ty. Bërtet ajo, ndërsa largohet me nervozizëm, duke lënë pas një gjesti që e ndjek me sy, por nuk thot më asgjë. Gjesti bisedon me Eglin në një moment kur tensionet mes tyre janë të larta. Ai e shikon drejt në sy dhe i flet me një ton serioz, duke i bërë të qartë se nuk do të toleroj më sjelljen e saj kundër tij. Shiko, Egli, nuk dua më debate me ty, mos më acaro dhe mos më dil kundër, sepse nuk do ta pranoj këtë gjë, i thot ai, duke u afruar pak më shumë. Egli e vështron me një shikim skeptik dhe ndërpret krahët mbi gjoks, e gatshme për t'ju kundërvënë, por gjesti nuk ndalet aty. Ai e bën të qartë që nga ky moment, ajo duhet të ndjek fjalët e tij dhe të mos e kundërshtoj. Unë e di mirë si funksionon loja këtu dhe po të them hapur që çfarë të them unë, ajo do të ndodhë. Nuk dua as të shoh të më kundërshtosh më, e kuptove? Vazhdon ai me një ton edhe më të ashpër. Egli e shikon me habi dhe zemërim. Pra, ti po më thua që unë duhet të bëj gjithçka që thua ti? Pa diskutim, pa mendimin tim. Po kush të mendon veten ti, Gjesti? Ja kthen ajo me ironi, Gjesti buzëqesh me një qëndrim dominues dhe i afrohet edhe më shumë. Unë po të paralajmëroj, Egli. Më mirë për ty të më dëgjosh, se ndryshe nuk do të dalë mirë për ty, nuk dua që të jesh kundër meje, e di shumë mirë që nuk të leverdis. Egli tund kokën dhe qesh me përbuzje. Nuk do ta kem kur frikë ty, Gjesti. Ti mund të manipulosh këtë duash këtu brenda, por jo mua. Thot ajo, duke u larguar, ndërsa Gjesti mbetet duke e parë, me një buzëqeshje të lehtë, por me një shikim të ftohtë, i bindur se do ta ketë situatën nën kontroll. Tyre? Gjesti afrohet me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë dhe shikon Danjen me një vështrim ngacmues, duke i folur me një ton të butë por plot siguri. E di që më do, por nuk e pranon, i thot ai duke e parë drejt në sy. E sheh mënyrën si më shikon? Si buzëqesh sa herë të afrohem. E di që s'do ta pranosh me zë të lartë, por unë e di të vërtetën. Danja tund kokën dhe qesh me ironi, duke e shtyr paksa me dorë. Gjesti, lëre këtë lojën tënde. Nuk ke asnjë ide për atë që mendoj unë. Mos u bëj aq i sigurt. Por Gjesti nuk ndalet, vazhdon ta shikoj me një shikim të thellë dhe misterioz, duke i thënë, po mirë, nëse nuk më do, pse skuqesh kur të flas kështu? Pse nuk më shmang? Pse gjithmonë përfundon duke folur me mua?
Danja e ul shikimin për një moment, sikur nuk di çfarë të thotë, pastaj e hedh shakan për ta larguar situatën, sepse ndonjëherë më keq ardh dhe dua të jap pak vëmendje, se përndryshe do ngelesh vetëm. Gjesti qesh me të madhe dhe tund kokën. E po, nuk e di, por unë them që ti je e bukur si një yll dhe një ditë do ta pranosh vetë atë që po përpiqesh të mohosh tani. Danja qesh, por nuk jep një përgjigje të qartë, duke lënë të kuptohet se ndoshta fjalët e Gjesti nuk janë dhe aq larg së vërtetës. Gjesti, i vendosur dhe me një shikim të mbredh, i shkon nga pas Eglit, i cili po mundohet ta fshehë zarfin me çdo kusht. Ai e vëren lëvizjen e saj dhe nuk ka ndërmend ta lërë të largohet aq lehtë. Ishte i bindur që Egli po përpiqej të mbante diçka të fshehtë dhe nuk do të ndalej pa e zbuluar të vërtetën. Ku po shkon me atë zarf, Egli? E pyet ai me një ton të prerë, duke i qëndruar shumë afër, pothuajse duke e sfiduar me praninë e tij. Egli, me një shikim të shqetësuar, mundohet ta fshijë zarfin pas shpine dhe bën disa hapa pas, sikur të kërkonte një mënyrë për t'u larguar pa e bërë situatën më të tensionuar. Nuk është puna jote, Gjesti, lëre fare. I thot ajo me nervozizëm, duke u përpjekur të ruajë qetësinë. Por Gjesti nuk tërhiqet. Ai buzëqesh me ironi dhe tund kokën. E kam shumë punë. Unë i di mirë këto lojrat e tua. Ti po përpiqesh ta fshehësh zarfin, por jo me mua këto gjëra. Mos mendo se do ta lësh këtë shtëpi pa e treguar çfarë ka brenda ti. Egli e shikon me nervozizëm dhe bën një përpjekje të fundit për të ndryshuar temën. Gjesti, mos u merr me mua. Nuk të kam bërë asgjë. Pse je kaq i fiksuar me këtë punë? I thot ajo me një ton sfidues. Gjesti qesh me sarkazëm dhe afrohet edhe më shumë, duke e ngushtuar hapësirën mes tyre. Unë s'jam i fiksuar me ty, Egli, por me drejtësinë. Ti e di shumë mirë që s'mund ta fshehësh zarfin. Hajde, jep ma ose do ta marr vetë. I thot ai me një ton të prerë. Egli e ndjen që nuk ka rrugë dalje. Ajo shikon përreth, duke parë se banorët e tjerë tashmë i kishin vënë syt nga ajo dhe po e ndiqnin situatën me vëmendje të madhe. Disa fillojnë të pëshpërisin mes tyre, ndërsa të tjerët presin të shohin se si do të përfundoj ky përballje. Nuk ke për ta marrë këtë zarf, haroje. I thot ajo, duke e shtrënguar fort në dorë dhe duke bërë një hap pas. Por Gjesti s'kishte ndërmend të dorëzohej. Ai bëri një lëvizje të shpejtë sikur do t'ja merrte me forcë, duke e vënë edhe më shumë në siklet Eglin. E shikon që po fshihesh? Nëse nuk ke bërë asgjë të keqe, pse nuk e tregon çfarë ka brenda? Tensioni arrin kulmin, ndërsa banorët fillojnë të afrohen më shumë. Atmosfera bëhet më e rëndë dhe tani gjithçka varet nga vendimi i Eglit, do ta tregonte apo do të vazhdonte të luftonte për ta fshehur të vërtetën? Danja dhe Gjesti përplasen në një debat të tensionuar, ku Danja përpiqet ta bëjë të qartë pozicionin e saj. Me një ton serioz dhe pak të acaruar, ajo i drejtohet Gjesti, duke i thënë: "Shiko, Gjesti, mjaft më me këto lojra. Nuk e di pse vazhdon të më ngacmosh dhe të krijosh situata të sikletshme, por dua ta dish një herë mirë që unë jam e lidhur me dikë jashtë. Nuk ka asgjë mes nesh dhe s'ka për të pasur kurrë. Ti për mua je thjesht një vëlla i vogël, asgjë më shumë." Gjesti e sheh me habi dhe tund kokën duke buzëqeshur lehtë, sikur nuk e beson atë që po dëgjon. Vëlla i vogël? Hajde, mos më thuaj që vërtet më sheh kështu. Se nuk besoj që një vëlla të bën të skuqesh sa herë të flas. Danja shfryn dhe kalon duart në flok, sikur po mundohet të ruaj durimin. Mos e kthe në lojë këtë, seriozisht. Nuk dua të keq kuptohemi. Respektoje faktin që unë jam në një lidhje dhe ndal këtë sjelljen tënde. Por Gjesti vazhdon, duke e parë me një shikim të çuditshëm. E po mirë, unë nuk thash asgjë të keqe, por nëse ti më shikon si vëlla, atëherë mos u nervozo kaq shumë kur të flas. Me sa duket, po të prek diçka. Danja rrotullon syt dhe largohet, duke mos dashur ta zgjas më shumë debatin, ndërsa Gjesti buzëqesh me ironi, sikur ende nuk është bindur nga fjalët e saj. Gjesti ulet pranë Danjës dhe fillon t'i tregoj për marrëdhënien e tij me Eglin, duke i shpjeguar se ai nuk ka ndjenja romantike për të, pavarësisht se ajo duket se kërkon më shumë nga ai.
Shiko, Danja, thot ai, duke marrë një frymëmarrje të thellë, me Eglin nuk do të ketë asgjë mes nesh përveç miqësisë. Nuk e di pse ajo vazhdon të mendoj ndryshe, por unë ja kam bërë të qartë që nuk dua më shumë se kaq. Danja e shikon me një shikim të dyshim dhe e pyet, po mirë, atëherë pse vazhdon të qëndrosh afër saj? Pse nuk i jep fund kësaj situate një herë e mirë? Gjesti tund kokën dhe pshërtin. Sepse nuk dua ta lëndoj. Nuk është se urej apo dua ta shoh keq, thjesht nuk ndjej të njëjtën gjë që ndjen ajo për mua. Kam tentuar t'i shpjegoj, por duket sikur ajo nuk dëshiron ta kuptoj. Vazhdon të më afrohet, të më kërkoj vëmendje, dhe unë nuk e di më si t'ja bëj. Danja buzëqesh me ironi dhe i thot, Gjesti, po më duket sikur po i lështek. Nëse vërtet nuk do asgjë me të, atëherë duhet të jesh më i prerë. Egli është vajzë e zgjuar, por nëse i jep shenja të gabuara, ajo do të vazhdoj të shpresoj. Gjesti pshërtin sërish dhe kalon dorën në flokë. Ndoshta ke të drejtë. Por unë nuk dua të bëhem njeriu i keq në këtë histori. Thjesht dua që ajo të kuptoj vetë dhe të ndaloj së insistuari. Nuk dua dramë, nuk dua të krijoj probleme. Do qëndroj thjesht shok me të, por asgjë më shumë. Danja e shikon me një shikim të mprejtë dhe i thot, po të ishte ashtu, ajo do ta kishte kuptuar me kohë. Mbase je ti ai që pa dashje po e lejon këtë situatë të vazhdoj. Gjesti nuk përgjigjet menjëherë, por duket sikur mendon thellë për fjalët e Danjës. A do të marrë ndonjëherë fund kjo histori mes tij dhe Eglit, apo do të vazhdoj të krijoj tensione mes tyre? Gjesti, me një buzëqeshje djallëzore në fytyrë, afrohet ngadalë drejt Olës, duke e shikuar me një vështrim sfidues. Ai i lëshon një shikim të thellë dhe me një ton të ulët, por provokues, i thot, hajde futu në krevat një herë, edhe shife se çfarë të bëj. Ola e shikon e habitur dhe qesh me ironi, duke tundur kokën. Ti qen ke i çmendur fare. Mendon se do të dëgjoj unë? I përgjigjet ajo, duke e parë me dyshim, Gjesti nuk tërhiqet, përkundrazi, afrohet edhe më shumë dhe vazhdon me të njëjtin ton sfidues. E po ser dhe vetë, mos u anko pastaj kur të më shohësh në ëndra. Se diçka më thot që nuk do mund të më largosh nga mendja. I thot ai, duke qeshur, Ola sforcohet të mbajë një fytyrë serioze, por e di që Gjesti po e provokon qëllimisht. Ti ke shumë besim tek vetja, më duket. I përgjigjet ajo me ironi, duke u larguar pak hapa prapa, Gjesti qesh dhe ngrit supet. S'është puna e besimit, Ola. Unë e di çfarë bëj, dhe e di që nuk të lë indiferente, pranoja. I thot ai, duke i dhënë asaj një shikim të shpejt nga koka te këmbët, Ola tund kokën dhe i drejton një gisht paralajmërues. Mos e sforco shumë fatin tënd, Gjesti, se unë nuk jam si të tjerat. Gjesti vazhdon të qesh dhe i jep një shkelje syri. E di, prandaj më intrigon edhe më shumë. Thot ai, duke e lënë Olën me një shikim të hutuar, ndërsa ai largohet duke buzëqeshur. Ola, me një buzëqeshje ironike në fytyrë, e shikon Gjestin nga koka te këmbët dhe tund kokën me mosbesim. Ajo qesh me ironi dhe i drejtohet atij me një ton plot tallje, ti s'bën gjë. Se e ke të vogël, unë dua një burr, jo një kalama si puna jote. Gjesti, që nuk është mësuar të marrë sfida pa reaguar, i kthen një shikim ngacmues dhe i afrohet pak më shumë, duke e parë drejtë në sy. E vogël e kam? Mos fol pa e provuar, se pastaj mos thuaj që s'të paralajmërova. I thot ai me një buzëqeshje të lehtë, duke u përpjekur ta provokoj. Ola shpërthen në të qeshura dhe tund gishtin para tij. Lëre ti, lëre, se burrat duken nga larg. E ti mezi i kalon provimet e fëmijëve. I thot ajo duke qeshur edhe më shumë. Gjesti shtiret sikur po mendohet dhe pastaj i afrohet edhe më shumë. Apo mos ndoshta ke frikë se po ta provoje, do ndyshoj mendje. Se më dukesh paksa e pasigurt tani. Ola e shtyn lehtë me dorë, duke tundur kokën. Shiko, jo vetëm që je kalama, por qen ke edhe shumë i bindur tek vetja. Më vjen keq, Gjesti, por si në nivelin tim. I thot ajo, duke i dhënë një shikim tallës dhe duke u larguar, ndërsa Gjesti buzëqesh dhe tund kokën, i vendosur që kjo bisedë nuk do përfundonte kaq lehtë.
Gjesti ballafaqohet me Eglin në mes të shtëpisë, ndërsa tensioni mes tyre rritet gjithnjë e më shumë. Ai e sheh atë drejt në sy, me një shikim të ftohtë dhe të prerë, duke u përpjekur të mbajë qetësinë, por nervozizmi i tij është i dukshëm. E di shumë mirë pse ke ardhur, i thot ai me një ton të ashpër. Nuk je këtu për të më folur apo për të sqaruar ndonjë gjë. Ti ke ardhur vetëm për të më sulmuar, për të rregulluar imazhin tënd dhe për të më bërë mua të dukem keq para të gjithëve. Egli e dëgjon me një buzëqeshje ironike, duke tundur kokën me përçmim. Ti vërtet mendon se gjithçka ka të bëjë me ty? Mos u bëj qendra e botës, Gjesti. Unë nuk kam nevojë të rregulloj imazhin tim, sepse ndryshe nga ty, unë nuk kam gënjur dhe nuk kam luajtur me ndjenjat e askujt. Gjesti qesh me nervozizëm dhe afrohet pak më shumë, duke e parë drejtë në sy. Oh, kështu pra? Ti do të dalësh viktima e madhe këtu? Sikur nuk ishe ti ajo që më afrohej, që më kërkonte vëmendjen. Po tani, papritur, unë jam djalli dhe ti engjëlli. Banorët e tjerë fillojnë të ndjekin debatin nga afër, ndërsa atmosfera në shtëpi bëhet gjithnjë më e tensionuar. Egli shtrëngon nofullat dhe e sheh me zemërim. Jo, Gjesti. Unë nuk jam viktim. Por nuk do të lejoj ty të më bësh të dukem sikur kam gabuar unë, kur në fakt ke qenë ti ai që ka manipuluar dhe luajtur me mua. Gjesti shtrëngon duart, dukshëm i irrituar. Unë nuk kam manipuluar askën, Egli. Nëse ti e ke kuptuar ndryshe, është problemi yt, jo imi. Por mos u mundua të më njollosësh mua për të shpëtuar veten. Debati mes tyre vazhdon, me secilin që përpiqet të mbrojë veten dhe të hedhë fajin mbi tjetrin. Tensioni është në kulm dhe duket se kjo përplasje nuk do të marrë fund aq lehtë. Egli dhe Gjesti përfshihen në një debat të ashpër, ku tensionet mes tyre arrin kulmin. Gjesti, duke u përpjekur të shpjegojë veten dhe të qetësojë situatën, i afrohet Eglit me një ton më të butë, por Egli nuk dëshiron ta dëgjojë fare. Largohu, mos më prek. I thot ajo me nervozizëm, ndërsa e shtyn Gjestin me forcë. Gjesti mundohet të ruajë qetësinë dhe e shikon me habi. Egli, unë nuk po mundohem të lëndoj. Po përpiqem të flas me ty, të sqarohemi. Por Egli nuk e përmban dot zemërimin e saj. Ajo ngre zërin, fytyra i skuqet nga inati dhe syt i mbushen me shgënjim. Më le rehat, Gjesti. Nuk dua më të dëgjoj justifikimet e tua. Ti nuk bën gjë tjetër veç se më lëndon dhe pastaj hiqesh sikur do të më mbrosh. Boll më me gënjeshtrat e tua. Gjesti mban duart në ajër si për të treguar që nuk ka qëllime të këqija, por nuk arrin ta bind Eglin. Po ti pse më sulmon kështu? Unë s'kam bërë asgjë kundër teje. Ti po e egzageron këtë gjë. Egli qesh me ironi dhe tund kokën. Eksagjeroj? Seriozisht? Ti ke shkatëruar gjithçka dhe tani më thua që po e egzagjeroj? Ti je personi i fundit në këtë shtëpi që mund të më mbrojë mua. Më lë rehat, mos u mundu të bësh sikur të intereson. Gjesti pshertin dhe mundohet sërish t'i afrohet, por Egli e shtyn edhe më fort dhe i tregon me dorë derën. Ik. Largohu nga unë. Nuk dua të kem më asnjë lidhje me ty, je një manipulues dhe nuk e dua praninë tënde. Në atë moment, të tjerët fillojnë të vëzhgojnë nga afër situatën, duke ndier tensionin që po rritet mes tyre. Gjesti shtrëngon nofullat, duket i mërzitur, por nuk thot asgjë më tepër. Ai merr frym thellë dhe, me një vështrim shgënjyes, largohet ngadalë duke tundur kokën. Egli qëndron aty, duke marrë frym thellë dhe duke u përpjekur të mbajë qetësinë, por zemërimi në sytë e saj tregon se kjo përplasje nuk do të përfundojë kaq lehtë.